Shkaret e dherave dhe gurve në 24 orët e fundit e si pasojë e rreshtet të shiut të vijojnë të shkaktojnë probleme në qarkun e Kukësit. Rreshtet janë intensifikuar edhe gjatë orëve të mbrëmjes, duke krijuar një situatë serioze me rënje gurësh, inertësh dhe prezencë uji në trup të rrugës. Ndërkohë rreshtet dëbore janë regjistruar në zonat e larta malore në lartësinë mbi 1100 metra në Tropoj për shkak të rreshjeve në segmentin rrugor Dusha i Legbibe. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës pati rrëshqitje të masiveve shkëmbore, ndërkohë që aksi mbetet i kalueshëm. Rrugët nacionale dhe ato bashkiake vijojnë të jenë në ndrysinë e rënjes së gurëve dhe inerteve. Kontraktorët me mjete dhe punëtorë janë në terren pa ndërprerje për pastrimin e akseve rrugore. Sipas prefekturës së Kukësit, të gjitha akset rrugore nacionale janë të çrregullueshme. I gjithë qarku Kukës furnizohet me energji elektrike përveç fshatit Kam, njësia administrative Bytyq, bashkia Tropoj. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Hasë nuk ka raportime për problematikat e tjera. Apelohet që drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të reduktojnë shpejtësinë për shkak të lashtisë në rrugë, si dhe të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhtojnë drejt zonave malore me prezencë dëbore.